Përshëndetje nga unë Klea Kica dhe mirë se erdhët në Vibe. Në fakt, sot kam një vibe ndryshe nga ditët e tjera. Sot kam një vajzë aktore, këngëtare, modele, e cila do të na flasë për rrugtimin e saj nga fillimi e deri më tani. Ajo është Lanela. Përshëndetje, Përshëndetje. Je shumë e mirë live. Shumë faleminderit, kënaqësi është që t'jam këtu pranë teje, një moderatore e shkëlqyer, edhe pse në fillimet e tua, por prapë shumë mirë më pëlqen. Po si çuditem në fakt, sepse shoqëria jonë është bërë për të çuditur në momentin që një vajzë mbështet një vajzë tjetër dhe e komplimenton. Edhe disa mirë ndihem kur një vajzë më mbështet dhe më komplimenton. Është një gjë shumë e bukur. Të bën përshtypje sepse në Shqipëri ka mungesë të këtyre vajzave, por që ne duhet ta mbështesim njëra tjetrën dhe duhet ta suportojmë sa më shumë. Është një mungesë, po shpresojmë që të televizohemi pa nga kjo pjesë ose. Po, të arrisim pak të. Tani unë, siç thash në fillim, ti je aktore, modele, por ke dhe pasion muzikën. Dua ta nis pak me Nelën e vogël. Nela vogël me ëndra shumë të mëdha. Unë që ëndra kam pas që të merresha me muzikën, pavarësisht se siç janë familjet shqiptare që jo të gjitha kanë pasur mundësi që të realizojnë ëndrat fëmijëve të tyre, por që mua më ka pëlqyer gjithmonë muzika. Dhe shpresoj që ta realizoj tani. Dhe patjetër. Tani që jam rritur, që jam bërë zonja vetes deri diku. Në momentin që ke talent dhe dëshirë dhe pasion për diçka, gjithmonë arrihet. Realizohet, po. Ti je marrë dhe me modeling. Po. Merresh aktualisht? Jo, aktualisht jo, jam marrë me fillimet e mia, e kam nisur në vitin 2010 tek Joni Peçi dhe më pas e kam rivazhduar tek Drilon Aslani, që ndodhet në Kosovë. Edhe tani nuk është se më pëlqen më të merrem me modelizmin, duket si një ëndër e një etape tjetër kur ke qenë më e vogël, që të pëlqente e bukura, kurse tani të pëlqen gjëra të tjera sepse tani ke filluar rritesh dhe e kupton botën më shumë. Do doja të pyesja nëse fiton një modele, por që ti nuk merresh më me modelingu dhe përgjigjen ma the se pse nuk vazhdon të merresh më me modeling, por që kriteret Nela i përmbushje 2 metër gocë. Faleminderit të dashur. Ti ke marrë pjesë edhe në aktrim. Po. Te filmi Ego. Po, i Drilon Hoxhës. Si nisi kjo? Unë domethënë u përfshiva në atë rol sa hapën mbyll syt, nuk është se domethënë kisha eksperiencë më përpara. Ma ofruan si rol, thash pse jo, ta provoj, njeriu duhet të provojë të gjitha në jetë dhe të shohë se ku të përshtatet, ku e gjen veten. Dhe e gjeta veten shumë mirë. Domethënë dhe Driloni të jep një ngrohtësi që domethënë i mbështet kastin e aktorëve, i suporton, edhe domethënë dhe unë jam ndjer shumë mirë. Momentalisht e gjen veten tek aktrimi? Mendon të bësh filma të tjerë, të jesh pjesë e tyre? Nëse do jetë ndonjë ofertë tjetër e mirë, pavarësisht se kam pas oferta mbas daljes time të parë të aktrimit, po nuk është se i kam pranuar, sepse nuk e di, ndoshta se kam gjetur veten, por nëse do kem ndonjë rast të mirë që ta mbush mendjen. Po, që të ma mbushi mendjen, që të më godasi, po pse jo. Më pëlqen aktrimi, e gjej veten. Sa aktori je ti në jetën reale? 70%. Me kë aktron më shumë? Varet nga situatat e jetës. Nuk është se në të shumtin e rasteve nuk aktroj, jam reale, por disa situata meritojnë dhe të aktrosh, sepse njerëzit sot kështu janë bërë. Duhet të jesh pak aktore që ta kuptosh tjetrin se si është. Kjo është shumë e bukur. Dhe mendoj që çdo aktor ka këtë cilësinë që të kuptoj tjetrin se si është dhe si të sillet. Edhe është shumë e bukur kjo. Në fakt doja të ndalesh pak te muzika. Çfarë të pëlqen më shumë tek muzika dhe ky pasion më thej që ka nisur që i vogël? Po, kam kënduar në për maratonat që zhvilloheshin kur ishim të vegjël, edhe kam qenë një ndër yjet e maratoneve te fëmijët kur ishim, domethënë, fëmijë në gjimnaz. E kujton me nostalgji atë kohë? Po. Shumë nostalgji dhe s'e di. Pendohem për kohën që, domethënë, e kam lënë tike dhe kam ardhur deri këtu pa bërë diçka timen. Çfarë zhanri muzike të pëlqen më shumë? Baladat. Baladat janë të bukura. Baladat do të qenë mirë e bukur sa dëgjosh një balad, bie gjendja për toka. Po, e vërtet. I ndjen ti kur këndon ose kur merr një rol në aktrim, i përjeton vetë, sepse shumë aktorë thonë që
përjetoj çfarë do lloj roli që marr kam, edhe nëse s'ka të bëj fare me mua, mund të kem një rol super negativ, por që i përjetoj. Sa i përjeton ti? Unë ndjej vetëm kur këndoj, do me thënë botën e muzikës e ndjej shumë, kur aktroj. Aktrimi nuk është ta ndjesh të 100% atë që do bësh, sepse kot nuk është fjala aktrim. Kurse të këndosh është diçka tjetër, mbyll syt edhe futesh në botën tënde. Kur bën e mërzitur jam kurioze të di çfarë bën. Kur jam e mërzitur? Asgjë, duhet të futem në dhomë, gjë muzikë. Baladë. Baladë edhe që të thonë. Cila është balada jote e preferuar? Nuk është se kam ndonjë baladë kështu që thjesht e dëgjoj. Po këngëtare që dëgjon më shumë. Lana Del Rey. Tuaj, më themi. Po shqiptare. Që përvajson baladat. Që përvajson baladat për mua që e kam dëgjuar që fëmijë është Stina. Stina. Po. Nga femrat? Nga firmat që do me thënë që më pëlqen dhe nëse nesër dua që të kem një bashkëpunim dhe është që është diva e muzikës shqiptare, është Dafina Zeqiri. Dhe mua më pëlqen shumë Dafina Zeqiri dhe s'ke ku e ka. Është të vërtet me fjalën e plot femër. Do me thënë, disa këngëtarëve pas një farë kohë u bie fama si kur humbasin, ajo nuk po humbet. Jo, ajo vetëm ngrihet. Ajo vetëm ngrihet dhe është shumë fantastike. Por që të kemi famën në asaj një ditë. Po patjetër, pse jo? Ke ndonjë projekt në lidhje me muzikën? Po, e kam një balad që është e mbyllur tashmë me klipin me gjitha dhe pres që ta nxjerrin në shtator dhe këtë gjë po e them këtu për herë të parë. Ekskluzive. Edhe të uroj shumë suksese dhe do jem fanse do ta quaj. Jo fanse. Jo suportuese, unë s'do pëlqej që të kem fansa. Në momentin që mu do më pëlqej balada jote, të betohem që e dëgjoj 100 herë në ditë. Dua që të kem njerëz që të më duan dhe ta duan atë që unë do bëj, muzikën. Ta ndjejnë atë që do dëgjojnë. Unë nuk dua që të kem fansa. Je i vetmi person që je kaq modest. Kështu duhet jemi. Por arsi se njerëzit marrin shumë super xhiro në kohën e sotme, po njeriu kështu duhet jetë modest. Ti je modeste, por unë dua të di dhe cila është ajo gjë që ti nuk e toleron kurr. Gënjeshtra. Nuk e toleron? Po ka dhe gënjeshtra të bardha. Edhe tradhtin. Çfarë do të bëje nëse dikush do të tradhtonte? Asgjë, do japja derën letikte. Je tradhtuar ndonjëherë? Po. Si e ndjer? Po të do gënjeja po thosh ajo. Se të gjithë janë tradhtuar njërin jetën e vet, edhe gënjen kushtot jo. E dim apo jo? Si jam djerë, jo, nuk jam djerë fare keq. Thash, thjesht kam hapur derën, e kam lënë personin të largohet, edhe. I ke dhënë një mesazh në një gjë ti? Mesazhin e merr vet. Në momentin që i hap derën, mesazhi merret vet. S'ke çfarë jep më mesazh. Është penduar? Normal që po. Ai që bën tradhtin ose ajo, ose flasim dhe në rast çift dhe në rast shoqërie, pendohet. Po në shoqëri je tradhtuar ndonjëherë? Deri diku, nuk mund të themi 100%, sepse tradhtit që ndodhin në shoqëri janë më të lehta dhe mund të falen. Po, në momentin që dikush e ka në gjak tradhtin, e fal një herë, po do ta përsëris. Po në rregull, nëse ndodh përsëri nuk e falim më, po një herë në shoqëri falet. Po pse mos e falësh edhe në çift një herë tradhtin? Sepse personi që do të tradhton në çift është gjë më e rëndë dhe nuk mund të falet. Në momentin që tradhton, mendimi im është që nuk ka dashur kurrë. Po e bukur kjo. Ti çfarë mendimi ke? Po ta bëjmë tani do bëjmë me deratorës. Me të unë mendoj që tradhtia nuk falet dhe nuk është gabim të tradhtosh, është zgjedhja. Edhe unë prap jam e mendimit që në momentin që e tradhton një person nuk e do. Po, është vërtet. Sepse ktheje fikën nga ana jote. Nëse ti do ta tradhtosh dikë, do të thotë që ti nuk e do. Se po ta doje nuk do të tradhtoje. Nuk do të shkonte mendja ta tradhtoje. Po për thonë që nëse një femër tradhton me ndjenjë, ndërsa meshkujt tradhtojnë thjesht në një tërheqje fizike. Kush e kanë thënë të meshkujt? Kanë thënë meshkujt pra. Sa duhet i besojmë meshkujt na? 0. Po pse e ka aq natyrë mos besuese ndaj meshkujve? Sa di. Janë manipulues. Nuk i besoj fare meshkujve.
Po ti nuk më dukesh ajo natyrë që manipulohesh shpejt. Jo, po prandaj nuk i besoj. Se po thoya i besoj, do isha natyrë manipuluese. Tani nuk di çfarë të them. Nuk di çfarë të them, mos thuaj më asgjë, nuk kam çfarë temë tjetër. Tema tjetër është që un kam biseduar me ty dhe di që ti ke shumë qejf kafshët. Po, ja adhuroj. Nuk i kam qejf, ja adhuroj. Ja adhuron, i dashuron. I dashuroj. Pse? Sepse janë qenjet më të pafajshme në botë. Edhe më besnike nëse i referohen. Më të pafajshme, më besnike, janë qenje që nuk kanë gojë të flasin, të kërkojnë, të thonë diçka apo të ankohen. Ndryshe nga njeriu që... Ti ke kafsh në shtëpi? Po, unë kam kafsh. Kam një qen të vogël minimaltez që quhet Luna. Luna! Do me thënë unë kam pasur 5 qenë. Kam pasur një çift, Luna dhe Laki, dhe fëmijët e tyre, por më pas i kam dhuruar. Në duar të sigurta besoj. Unë në duar të sigurta i kam dhuruar, tani nuk e di se çfarë të bëhet. Jo. Në fakt dua të kaloj një temë tjetër, po prap tek kafshët. Shumë kafsh janë të braktisura, sidomos në Shqipëri ku njerëzit nuk i trajtojnë kafshët mirë. Cili ishte ai mesazh që do jepje ti? Do jepje qeverisë, sepse qeveria është ajo që... A ka qeveri? Nuk ka qeveri, prandaj jemi në ditën e 80 sa në protest. Jemi në ditën e 80 sa në protest, por ne duhet të protestojmë dhe për këto qenjet që janë... Për kafshët. Po, mendoj që duhet të protestojmë për kafshët, sepse kafshët janë qenjet më të pafajshme dhe njerëzit duhet të sensibilizohen, sepse nëse ti nuk ke mundësi që të bësh mirë për një kafshë, ta ushqesh apo të bësh diçka për këtë kafshën, mos e dhuno. Mos e dhuno. Shumë e vërtet. Unë nëse nuk kam mundësi, nuk e ushqej, sepse unë e kam të përnaçme këtë pjesën që dali ushqej kafshët që ndodhen rrugëve, me sa kam mundësi se nuk mund t'i ndjek dhe në për vrima, sepse nuk e di ku fshihen, por ato që i shikoj, i ushqej për natë, mundohem, edhe dua që njerëzit të sensibilizohen, siç e thash dhe pak më parë. Ky është një mesazh shumë i bukur. Sepse shohim shumë video që kafshët dhunohen, pa bërë asgjë. Po çfarë bëjnë kafshët në fund të ditës? Ti vetë the pak më parë, ata nuk kanë as gojë të flasin, as të ankohen, as të punojnë, që të nxjerrin bukën e gojës siç bëjnë njerëzit. Edhe ishte një mesazh shumë i bukur dhe të gjithë njerëzit mendoj se duhet të jenë pak më human. Po. Atëherë ti je një person me aq sa të njoh. Unë një vajzë shumë e fortë. Një vajzë që nuk din të lodhet, një vajzë që ke vullnet dhe një vajzë që ndjek mendjen e vet, dëshirën e vet, ëndrrën e vet deri në fund. Po. Unë do doja një mesazh nga ana jote për të gjithë vajzat. E para që do të thoja është ajo që thash në fillim të emisionit, të mbështesim njëra tjetrën dhe jo ta shajmë, sepse ne kur shohim një vajzë që e mban veten apo diçka tjetër, fillojmë dhe e ofendojmë, e bullizojmë, jo po kjo, jo po ajo. Jo, vajza, duhet të mbështesim njëra tjetrën. Sepse nëse nuk e mbështesim në njëra tjetrën, nëse nuk e duam në njëra tjetrën, mos prisni që na duan meshkujt. Ja, pra një vajzë. Unë do kisha dëshirë të na këndojë një pjesë balada. Me shumë kënaqësi, por siç e shikon jam e ngjyrur. Por që do kemi momente të tjera. Do vish përsëri pasi të publikosh këngën dhe këtë premtim e dua live. Premtoj Klea që unë do vi këtu dhe do ta këndoj baladën live. Është me regjistrim, do jetë këtu për shumë kohë. Ti e mban fjalën. Normale. Tani unë kam një rubrika ime e preferuar që do përgjigjesh për 3 sekonda. Okej. Balada apo këngë ritmike? Balada. Modele apo muzik? Muzik. Aktrim apo muzik? Të dyja. Dashuri apo karrierë? Karrierë. Mos më shiko. Moj ti beson ti në dashuri se tani po dalim në fare? Jo. Po pse kush ta ka thyer besimin dhe të ka bërë të mendosh që dashuria nuk ekziston? Se kafsha nuk më ka thyer asnjëherë besimin. Njerëzit, kush është ai? Tash s'mbat. S'mbat. E lejm fare. Po ke dashuruar ndonjëherë? Normal që po. Kush është ai që nuk ka dashuruar? Mos më thuaj jo ti po hajde. Do skalet. Qen apo maca?
Unë jam të qeni, po dhe Macën nuk do ta anashkaloja. Okej. Një artist me të cilin do të doje të bashkëpunoje? Sa po e thashmi, Dafina Zeqiri, po Po çun. Stina, ai që po më bën baladën. Oh, një ekskluzivitet tjetër. Një këngë që të pëlqen? Se di s'është se kam në një kështu. Po një këngë që të përfaqëson. Nuk e di, Klea. S'është se më vjen ndonjë gjë më mend. Një gjë që nuk do ta bëje kurrë për famë? Të ndryshoja veten. Dhe as për dikë tjetër, besoj. Jo. Atëherë një ëndër që nuk do ta lësh pa realizuar veç muzikës? Të hap një qendër për kafshët. Edhe e fundit fare, si do e përshkruaje veten me 3 fjalë? Po pse s'thua me një? E guximshme dhe mjafton. Mjafton? Po. Okej, do ta bëj unë ty. E guximshme? Mos të mendo, se po mendova. Po jo, po du të gjej një gjë që të përshtatet me ekranin, e kupton? Po pres. Ta them kështu siç themin ne vajzat, pjeshk. Edhe burnesh, do që unë jam nga Veriu dhe fjala burnesh ka shumë Dibrane. Burnesh do të quaja. Nela, të falenderoj shumë që ishe pjesë e emisionit Vibe, falenderoj shumë për vibe-in e mirë që më dhef, për mbështetjen. Nuk më ke bërë një pyetje që ishte në skalet. Po. Dhe duhet ma bëja. Po më thuaj. Ku e shohim Nelën? Ku do ta shohim Nelën përpara se të mbylli? Përveç se në muzikë që do eci, do më shihni edhe diku në një projekt televiziv, po nuk ta them ku. Thjesht kaq doja ta thoja. Me që s'ma bëre pyetjen ti, e tregova vet. Ti ekranit shqiptar, televizioneve u duhet një person si ti, Nela. I duhen artist të rinj dhe profesional, sepse sot e kësaj dite edhe muzikës po i hyn njerëz që nuk janë artist, po thjesht marrin famë diku dhe hajta bëjmë një këngë, po ti s'di të këndosh. Qetësou. Bukur. Bëj atë që ti di të bësh. Bukur, dhe pres me padurim që Nela të dalë. Do e ke gjithmonë suportin tim, mbështetjen time, jo vetëm se je e talentuar, e mirë, e guximshme dhe punon fort, por edhe se je një super vajzë që mbështet vajzat. Je shumë e mirë. Të falenderoj. Tani në lidhje direkte do të jemi me drejtorin në shërbimit zjarr fikës Gramsh, zotin Ilir Llapushi. Zoti Ilir, përshëndetje dhe mirë se erdhe në Vibe. Përshëndetje. Mirë se u gjeta. Në fakt, unë dua ta nis me një pyetje se si shpjegohet që në vitin 2026 zjarr fiksi duhet të eci 1 orë në këmbë me pajisjet në shpinë për të arritur një vatër zjarri. Nuk është një gjë e pamundur. Në gjithë botën ka vende që shkohet në këmbë. Edhe në Kanada, edhe në Amerikë, ka vende pyjore që nuk arrihen dot nga kanë akses në rrugë, normalisht do shkosh në këmbë. Nuk është një diçka e jashtëzakonshme. Jo gjithmonë çdo pyll është i aksesueshëm me rrugë. Dhe në këtë rast ne shkojmë deri në vendin ku ka rrugë dhe pastaj vijojmë në këmbë dhe kemi pajisje apo stafat që bëjmë shuarjen e zjarrit në pyje. Ju shkoni në këmbë, po nëse zjarri kërcënon njerëz dhe banesa. Çfarë do të në rast se ka banesa, të humbur? Në rast se ka banesa, është e padiskutueshme që ka rrugë. Kjo nuk diskutohet fare. Po flasim për zjarre pyjore. Nëse ka banesa, gjithmonë ka rrugë automobilistike që shkon deri në banesë. Dhe mund shkon zjarrfiksja. Në rast se flasim për zjarre pyjore, pastaj zjarre pyjore ka vende që nuk shkon mjeti, normal do të shkosh në këmbë. A konsiderohet kjo një situatë dështimi infrastrukturës apo mungesë kapacitetesh të zjarrfiksas? Shiko. Aktualisht vitet e fundit të shërbimeve zjarrfikse shqiptare janë përforcuar me mjete dhe janë në vazhdimsi dhe janë akoma duke marrë mjete. Nuk është problemi aty, është tatësira e madhe që ka pasur kohët e fundit. Po ta shikoni edhe në Francë, edhe në Spanjë, janë shtete shumë të fuqishme si nga ana e mjeteve, po dhe nga ana ekonomike. Edhe ku ka zjarri për masa nuk e ndal dot asnjë gjë, sidomos kur ai hyper në kuror.
dhe për shkak të thatësirës së madhe ndodhin të gjitha këto dhe erave të forta. Sa fshatra në territorin e Gramshit janë paraprakisht të paarritshme nga mjetet zjarrfikse? Shiko, të gjithë fshatrat e Gramshit janë 95 fshatra, të gjitha në këto vende shkon zjarrfiksja. Zjarrfiksja nuk shkon në përmale, nuk e di si ta shpjegoj tani, po ka vende pyjore që nuk mund të shkojë zjarrfiksja. Prandaj neve në këto vende shkojmë në këmbë, kurse në fshatra janë të gjitha të aksesueshme me rrugë automobilistike. Tani mund të jenë një më e mirë, një më jo më e mirë, por janë të gjitha të aksesueshme me rrugë. Edhe mirëmarrën nga bashkia, e çdo rrethi. A keni një hartë të zonave ku një makinë zjarrfiksesh nuk mund të hyjë? Dhe nëse po, çfarë plani keni të bëni me ta? Shiko, unë flas për shërbimin zjarrfiks të Gramshit, ne për të gjitha fshatrat, unë sidomos shkoj vazhdimisht dhe janë të gjitha të aksesueshme me rrugë. Edhe nëse hyn një zjarrfikse e madhe, kemi një foristradë zjarrfikse të vogël 4x4 që hyj me atë. Problemi është në për vende pyjore të thella ose mal që është e pamundur që të futet zjarrfiksja. Dhe atje ne detyrohemi pastaj të bëjmë ato veprimet që ne kemi bërë kohët e fundit, siç i përdor dhe ka filluar dhe Europa, po pjesa e Amerikës ka vite që përdor kundra zjarrit, që është një ndër armët më të fuqishme për zjarrin në pyje, i cili është duke bërë një brez, se shumë shqiptarë nuk e kuptojnë se dje u shpërnda në portale një kundrazjarr që ne po vinim në një zonë të thellë të Gramshit, edhe nga shumë njerëz u keq kuptua, duke u menduar se ne po i vendosnim zjarrin. Ajo ishte thjesht ne krijuam një brez dhe ndezëm një zjarr drejt atij zjarri që po vinte drejt nesh. Në moment që zjarri i madh afrohet drejt nesh, ne ndezim një zjarr drejt atij, ai e djeg gjithë karburantin, gjithë lëndën e djegse që ka ai përballë, e djeg ky zjarri që ndezim ne. Edhe kur vjen, përplasen të dy. Dhe në moment që përplasen të dy zjarret, nuk kanë se çfarë të djegi më ai zjarri i madh, se ka djegur ky zjarri që kemi ndezur ne. Dhe aty ai shuhet, fiket. Kjo është një ndër taktikat më të mira në botë. Thjesht do kujdes, duhet përdorur nga profesionistë, sepse duhet shikuar era, krahu i erës, shpejtësia e erës. Jo të gjithë mund ta bëjnë këtë veprim kundra zjarrit, ose zjarri i kontrolluar, si e thon. Okej, po 8 zjarrfikës për një zjarr pyjor. A janë të mjaftueshëm? Shiko, unë në stacionin tim kam një strategji time që përdor për zjarret pyjore. Gjithmonë pa cënuar asnjëherë gatishmërinë e qytetit, sepse më e rëndësishme është jeta e qytetarëve, pastaj vjen prona, pastaj vjen pyjet. Unë gjithmonë lë 2 skuadrat në qytet, që të jenë gjithmonë në gatishmëri, dhe një pjesë tjetër të tyre unë shkoj vetë dhe çfarë bëj? Shkoj gjithmonë herët. Për shembull, ai zjarri që kishim dje, unë jam ngritur që në 5 të mëngjesit, sepse zjarri në mëngjes fle. Po do të fikësh një zjarr në pyll, vetëm në mëngjes mund ta fikësh, sepse mas orës 12 ngrihet era, fryn dhe zjarri acarohet. Po ta shikosh në përgjithë mediat kur flasin për zjarret që kemi tani në Shqipëri, gjithmonë mas orës 12 situata acarohet dhe bëhet shumë e vështirë për ta përballuar, sepse zjarri hyp në kuror. Në moment që zjarri hyp në kuror, nuk mund ta fikësh me asnjë lloj mjeti, as ajror, as toksor. E kuptoj, po a ka mungesa personeli, pajisjesh apo mjetesh dhe çfarë keni kërkuar nga institucionet dhe akoma nuk është plotësuar? Shiko, unë flas për shërbimin zjarrfiks të Gramshit, neve aktualisht jemi të kompletuar, ne kemi 4 zjarrfikse. Kemi edhe një ma 3 të mëdha, një të vogël, kemi 2 zjarrfikse malore. Jemi pak a shumë të kompletuar, thjesht mendoj që te pjesa e njerëzve e zjarrfikseve mase duhet të shtohen akoma forca. Biles kemi bërë kërkesë këtë vit Ministrisë Financës që të rrisi buxhetin për shtimin e disa personave zjarrfiksve të rinj, për shkak të sepse Gramshi është vendi i dytë mas Pukës për sipërfaqen pyjore që ai ka. Dhe shpresojmë që kërkesat na miratohet duke shtuar disa zjarrfikse të tjerë pranë shërbimit tonë zjarrfiks të Gramshit. Më foli pak më parë për kundër zjarrin.
Kur përdoret kundër zjarri, kush merr përgjegjësi dhe autorizim për këtë veprim? Kundër zjarrin e përdor unë, si shef i stacionit dhe komandanti i skuadrës. Ka një strategji gjithmonë për ndezjen e kundër zjarrit, sepse jo të gjithë mund ta bëjnë. Ato ta bëjë një komandant skuadre i mirë trajnuar, sepse siç e thash më përpara, duhet shikuar gjithmonë në krahu i erës, ose po pati erë në mënyrë kategorike nuk mund ta ndezësh. Masi shikohen këto element, shikohet dhe lënda djegëse që ke përballë pylli, shkurre, pylli lart, varet se çfarë është. Pastaj merret vendimi për të bërë kundërzjarri. Në rastin e dieshëm, siç ishim ne, nuk e di e ke parë në videot nëpër portale, ai ishte një ndër kundërzjarret më të thjeshtë që mund të ekzistojë, sepse aty ishte një fier, ai është rreth 1 metër, edhe i vetmi vend ku ne mund ta ndalonim shumë lehtë pa hyrë në pyllin e madh, prandaj po veprohesh ai shpejt aty, se po të kalonte atë vijën që kishim bërë ne, ai do hynte në pyll dhe pastaj ishte i pamundur që ne ta ndalonim. Edhe ne e bëm kundra zjarrin dhe ishte shumë i afërt, po ta shikoje, ishte shumë afër zjarri me zjarrin. Por gjithsesi ishte i suksesshëm sepse nuk kishte shumë material djegshëm. Kishte një fier rreth 60-70 cm që ishte i menaxhueshëm. Pra, kundra zjarri gjithmonë vendoset nga komandanti i skuadrës ose nga vetë shefi. Duhet njëri i mirë trajnuar për ta bërë këtë. Në Shqipëri, në fakt, janë të pagët që e bëjnë ose mos them nuk ka, që e bëjnë sepse nuk e di, mase nuk është, po jam shumë i sigurt që shumë shpejt ka për të hyrë si opsion, sepse është një opsion që ka një fuqi të paparë për shruarjen e zjarreve. Sipas studimeve që janë bërë, një kundrazjarr pik më shumë se një helikopter. Sepse është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Është shumë e thjeshtë për ta kuptuar. Pse nuk janë kërkuar të merren shruarjet e zjarrit nga masat ajrore nëse në një terren nuk kalon automjetet? Shiko, kjo nuk është pyetje për mua njerë. Kjo është pyetje, unë jam shef i stacionit shërbimit zjarrfix Gramsh, edhe për pjesën ajrore nuk mbaj përgjegjësi, po unë mbaj një përgjegjësi që në moment që ne kërkojmë ndihmë, ata janë gjithmonë të gatshëm, se angazhohen të gjitha strukturat e shtetit, duke filluar nga shërbimi jon, policia, AKMC-ja, edhe është një zinxhir i madh që funksionon dhe funksionon shumë mirë për mendimin tim. Mjafton që ne të kërkojmë ndihmë dhe na vinë menjëherë, siç patëm rastin e vjetshëm, menjëherë kërkuam ndihmë dhe erdhën 3 helikopterë dhe një kanader i madh në Gramsh. Duhet të them që nuk është një strukturë që nuk menaxhohet nga unë, ajo menaxhohet nga Emergjencia Civile, nga AKMC-ja. A janë banorët e zonave të thella të trajnuar si duhet dhe si duhet të reagojnë përpara mbërritjes së zjarrfiksëve? Shiko, kjo është unë me thënë drejtën, vit për vit unë bëj takime me banorët, me kryetarët e fshatrave, por me thënë të drejtën këtu lë pak për të dëshiruar, sepse në përgjithësi shqiptarët e shikojnë veten përgjegjës në momentin kur i vjen zjarri ke shtëpia e vet. Atëre angazhohen për të ndihmuar, kurse sa për trajnime, jo, nuk janë të trajnuar, nuk kemi pse e themi këtë. Ata janë thjesht fshatarë të zonave që s'e kanë idenë, thjesht në vjen na ndihmojnë, na bëjnë krah në momente të caktuara. Tani unë dua të kaloj tek disa pyetje të tjera. Sa herë jeni nisur për të shuar një zjarr pa e ditur nëse do ktheheni në shtëpi? Kjo është vërtet për çdo zjarrfiks. Jo ke ne shqiptar o gjithë botën, nga momenti që merr një njoftim, është ti nuk e di se ku do shkosh, se çfarë gjen përpara, se çfarë rreziku ka, ke gjithmonë të papriturat, gjithmonë je në rrezik për jetën. Por për mua është profesioni më i bukur në botë, se nuk ka gjë më të bukur kur ti shpëton një jetë, shpëton një pronë ose edhe një pyll. Janë gjëra emocionuese. Puna e zjarrfiksit është profesioni më i bukur në botë. Çfarë i thoni familjes kur dilin nga shtëpia për të shuar një zjarr? Familja tani është mësuar, me thënë drejtën. Shiko, janë gjithmonë dhe ata në ankth, marrin vazhdimisht në telefon, pyesin, sidomos fëmijët, vajza, a mbaroi, a e fikët. Janë gjithmonë dhe ata të angazhuar se të rrinë me emocionet tona dhe ata. Të çdo familje zjarrfiksi, është këtë ta garantoj unë. Çdo familje zjarrfiksi është
rri me zemër të ngrirë, me emocione, sepse e din se çfarë profesioni kemi. Vërtet është profesioni i bukur, por është shumë i rrezikshëm për jetën. Është shumë i rrezikshëm në të vërtetë. Më thatë që edhe vajza është në merak për ju në momentin që ju shkoni për të shuar një zjarr. Më merr vazhdimisht të shumë. Në fakt doja të pyesja se a është e drejtë që një person të shpëtojë jetë njerëzish të tjerë, duke vënë jetën e vet në rrezik? Shiko, kjo është çështje që ne e kemi zgjedhur dhe unë e bëj me shumë po çdo zjarfikës që e ka zgjedhur këtë profesion e bëjnë me shumë dëshirë dhe me shumë emocion, se nuk ka emocion më të bukur kur ti shpëton një jetë. Unë kam pasur shumë raste personalisht vetë dhe është emocionuese kur tjetri vjen të falenderon, ti jep gjithçka nga vetja për atë që ti ç'ke bërë për të. Me që më thë është një moment emocionues në gjithë këtë vite që ti punon si zjarfiks. Do na tregosh një moment që të kalon edhe për kohë të tjera në mendje. Një moment emocionues. Emocionues, me thënë drejtën, kam pasur raste shpëtimi, jo zjarri. Një rast kanionin e Holtës. Na kanë njoftuar sepse kanioni, siç janë kanionet që bie shi larg edhe këtu aty në kanion nuk kuptohet sepse është diell, edhe vjen furishëm dhe njerëzit i gjen brenda pa përgatitur. Edhe njëjta gjë ndodhi këtu dhe ne morëm njoftimin dhe kemi shpëtuar fëmijë, kemi shpëtuar një doktoresh me gjithë një djalin, me laf kemi pas shumë raste dhe nuk kishte emocion më të bukur se mos ku kisha ta fëmijët që i kisha vënë në krah, edhe vajta ja çova të jemës. Duart unë i kisha tërbalt dhe filloi të mi puthë, nuk po shikonte se ishin duart e mia me bal. Kanë qenë emocione që, me thënë drejtën, vështirë se i përshkruan njëri ato emocione. Vetëm një zjarfiks mund t'i përshkruaj. Mund t'i ndjej, përjetoj. Në fakt është shumë emocionuese edhe për ne që e dëgjojmë këtë. Është vërtet, është profesion i bukur, me thënë drejtë. Është shumë profesion. Është i vështirë sa s'ka, por është shumë profesion i bukur. Po shikoj që po flet shumë me dashuri për profesionin dhe ato që bën. Por unë dua të di se a ke menduar ndonjëherë të heqësh dorë nga ky profesion? Shiko, më janë ofruar shumë punë tjera, me thënë drejtën. Nuk e di, po më janë ofruar mbase, por unë me thënë drejtën, asnjëherë kanë qenë poste edhe më të mira dhe asnjëherë nuk e kam ndëruar këtë profesion. Kam thënë jo aty. E jam i dashuruar, nuk e di, unë atje më primendja. Unë në çdo aksion unë do jem atje, edhe pse s'do të jem gjithmonë, unë do të jem i pari, nuk e di, nuk e di, është vetia ime që e kam shumë me pasion këtë punë që bëj. Zoti Ilir, të falenderoj shumë, ishte kënaqësi dhe suksese në vijim. Shpresoj që çdo zjarr të ketë një zgjidhje. Faleminderit ju që përcjellni punën, emocionet tona, sakrificat tona. Respekt. Ju falenderojmë që sakrifikoni. Faleminderit. Atëherë, siç e thash herën e kaluar, sot do të bëjmë parashikimin e disa politikanëve dhe disa personazheve publik me letrat tarot, gjithmonë me Elena Demollarin. Përshëndetje Klea. Përshëndetje dhe mirë se erdha. Përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje, mirë se na shikoni në Vibe. Faleminderit dhe Media 60. Tani nisim direkte se nuk kemi shumë kohë, e din se kohën e kemi të limituar. Të limituar, po. Atëherë do bëjmë parashikimin në gjithë politikanëve, siç përmendet ti, të aktorëve, regjisorëve, edhe këngëtarëve. Okay, tani nisim me ta pranoj publikisht. Po ta pranoj publikisht? Ta pranoj publikisht se Sali Berisha në du fort. Në por. Të gjithë e duan. E nisim me Sali Berishën, shenja peshore. Okej. Ne parashikimin do t'i bëjmë siç i bëjmë gjithmonë në parashikimet personale private, por të parë më të detajuar. Dhe do ta bëjmë me 10 letra, pastaj do vazhdojmë me personin tjetër. Shiko, është diçka, atëre, pavarësisht që është shenjë peshores, mund të ketë kaluar shumë situata të vështira, shumë peripecira, shumë pengesa gjatë jetës
së ti ka pasur një konkurrencë, por do vi një kohë që Klea, ajo karrierë do të vi një kohë që merr fund, do me thonë mund të kesh një karrierë 20 vjet, 30 vjet, por në fund fare çdo gjë është si fundi fundi epoke të vjetër, që vdes një epoke vjetër dhe hapet një ere. Ka nevojë për pushim, për relaksim, mund të ketë një ngritje ekonomike financiare. Tani konkurrencë ka, por shikoj që në fund fare është një fundi epoke dhe po shikoj që do jetë një fundi karriere dhe do ndryshojnë gjërat. Do ketë ndryshime, është një transformim për karrierën e tij që ka, për punën që ka është një transformim dhe është një fundi karrierës së tij. Dela e fjala, dhe unë mund të kem një karrierë 20 vjet, 30 vjet, po sigurisht në karrierën time mund ta marrë dikush tjetër ose mund të dalin një por si astrologe dhe çdo gjë ka fund. Ka të bëjë me cikël zemër, ka të bëjë me cikle, do me thonë mund të jetë një cikël 5 vjeçar, 7 vjeçar ose 10 vjeçar dhe ndryshojnë gjërat. Okej, nisi me gazmen bardhi është gaforja. Gaforja, okej. Na kujtovi gazmendi. Kur të zelem za Kleat, kujton njeri. Klea, shikoj pak krisje, transformime, shkatrime, ndikime, nuk do jenë të sigurt, nuk do jenë stabil, duhet të heqen fashën e syve, do shikojnë më përtej. Mërkuri mund të jap një rëndje psiqike psikologjike, duhet të kenë kujdes nga personat materialus, manipulus, duhet të kenë kujdes se mos vinë në kthetrat mashtrimin manipulimit, në kthetrat e djallit, persona do kenë përfitime të vogla në lek, por mund të kenë dhe probleme çështje institucionale, mund të kenë dhe probleme me drejtësinë. Tani mund të kenë dhe seanca gjyqësore, gjykata, nuk e di, por në fund fare do dalin të fituar, do marrin lajme të mira. Por të them diçka Klea që mund të përballen dhe me drejtësinë, por janë transformime, ndikime dhe mund të kenë pak krisje. Në fund fare do dalin të fituar, nuk shikoj do një problematik që them do jetë një fund i karrierës. Me sa po shikoj ky gazmet bardhi pas ka më të gjatë karrierën. Okej. Kalojmë tek Taulant Balla, Luani. Okej. Atëre, ç'është një horoskopi ishte ta Luanti? Luani, duhet të ketë kujdes se ka tradhti në rrethin e shoqëror, dikush do e presin mes ose dikush do largohet me gjenjë shtratetësi ose me gjenjë shtratetësar, largim pune, pushim pune, një dorë që nga puna dhe dikush do e presi në bez. Duhet të ketë kujdes me personat materialistë, mund të bjerë. Duhet të ketë kujdes pjesë e kurthi, se shikoj dhe mund t'i bëhet dhe një kurth, duhet të shmangi sherrë debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve. Një konkurrencë, një energji pozitive, po i vjen do eci përpara, do përballet dhe me persona që e kanë mundësinë për t'ia dhënë një shanse, nuk e japi një lajm dhe marrit mirë. Një lajm do marrit tjetër, dashuri pasonante, do eci përpara, do ketë nisma të re, do eci përpara, por shikoj që do ketë një energji pozitive. Nuk shikoj që them që do jetë një fundi një karriere të do të thonë, shikoj që karrierën e ka goxha të gjatë, do të thonë shikoj një karrierë që mund të ketë 5 vjeçar ose një 10 vjeçar në jetën e tij. Erion Braçe, Dashi. Tani, Erioni do kenë Klea, krisje, në rrethin shoqëror do kenë krisje, do të thonë do krisje diçka e re si puna saj rufes që të godet rufeja diku,
edhe duhet të jenë të kujdesshëm. Nuk do jenë të sigurt, duhet të heqin fashën e syve, duhet të shohin film. Më përtej Mërkuri mund të japi pak rënde psiqike psikologjike. Dikush do largohet, një largim pune, një prishje plane, dikush pavarësisht që mund të kenë pasur pengesa, mund të kenë stabilitet, po dikush mund t'i largohet. Do jenë shumë të vendosur një kontratë pune, një firmë, një dokument, shikojnë drejt horizontit të largët, takime, telefonata, rikthime, udhëtime, komunikime, çdo situatë ka ndalë furishëm, nuk e din nëse kanë ndonjë projekt, dëshira e tyre do t'i bëhet realitet, duhet të ecim përpara, mos e kthe kokën mbrapa dhe janë shumë e pat, por shikoj që do ketë diçka pozitive dhe janë shumë e pat, do ketë nisma të re, perspektiva të reja, do ecim përpara. Tjetër kush është? Miko Peleshi, Akrepi. Okay. Unë po shikoj sa ndryshime, që do bëjnë ndryshime kle, po do me thonë do jenë shumë zemërtyer, mund të kenë ndryshime si në punë, si në dashuri, si në familje, do jenë shumë zemërtyer, një transformim, mund të kenë dhe një humbje pune, mund të kenë edhe një humbje parash, por do jenë pak gjendje ankthi të stresuar, ndryshime, transformime, për momentin mund të kenë gjërat e ngrira, po do të çaj takulli, do ecin përpara, me një vendimari do marrin një vendim, duhet të ecim përpara, do fillojmë me kontrata, puna, firma, dokumenta. Po gjatë rrugës të karrierës së tyre, do të thënë do jetë diçka që do jenë shumë zemërtyer, që mund të tradhohen dhe nga persona më të besuar, që kështu duhet të jenë të kujdesshëm. Por në karrierën do e vazhdoj, do eci përpara. Tjetër? Tani do të gjejmë pak vipat. Vipat, okay. Elvana Gjata, Ujori. Okay, Elvana. Elvana Gjata më shikoj që ka një konkurrencë dhe duhet të shmangi shere debatet, konfliktet, mos marrëveshjeve, do përballet me persona që do e kenë mundësinë për t'ia dhënë një shans dhe nuk do t'i japi një lajm, do e marri të mirë, një lajm do e marri të idhur, do eci përpara në punën e saj, në profesionin e saj, do eci përpara, po duhet të ketë kujdes nga shoqëritë me si të falso. Mund të jetë pak e mërzitur, po universi do t'i japi dhurata të bukura. Takime, telefonata, rikthime, udhëtime, mund të ketë edhe koncerte jashtë shtetit, në momentin do i vinë momentin e fundit, do gjykohet për marrëdhënie që ka dhe ka një pozicion të mirë, nga ana financiar do jetë kompletuar, shikoj që do jetë mirë në profesionin e saj, do marri lajme të mira, do i vinë një energji pozitive. Por shikoj që është diçka pozitive me Elvana dhe Elvana do ta vazhdoj karrierën. Ronela Hayati, Virgjëresha. Okay. Ronela ka pasur një këngë shumë të bukur, Malagata. Malagata. Shumë e bukur. Me të vërtetë është e bukur ajo. Jo, është një këngë super e bukur. Atëherë, më duket se Ronela do jap fund beqaris. Nuk e di fejuar e martuar e dashurior, por shikoj që do t'japi fund beqaris, do ketë një lidhje të bukur dashurie, se nuk e dim tamam. Se nuk ndorim në jetën e tyre private, më kupton? Duhet të ketë kujdes nga persona që nuk shikojnë drejtimet e tyre dhe pisërisht kanë spionazhin, ka qenë në pritje të shumë lajmeve, po dikush ja ka prerë mes, mund të ketë qenë për puna, pa dashuria, biznesa, bashkëpunim në grup, kërkon të drejtën e saj, të vërtetën e saj, kërkon vetëm drejtësi, mos marri opinion të tjerëve, duhet t'japi drejtim vetes se ka të bëjë dhe personat negativ, persone që janë të ftohtë në komunikim. Dikush do i kërkoj të falur nëse ka vrarë shpirtërisht, mund të jetë pak konfuze me këto eventet, koncertet, po do eci përpara, do ketë një stabilitet, do marri lajme të mira, do ketë ribashkim, një djalë një vajzë bën një propozim, mund të ketë një fejes, një martesë, një ortak, një partneritet ose mund të ketë një bashkëpunim.
Do jetë një familje kompletuar, një dëshira e tyre do e bëhet realitet. Për momentin mund të ketë pak gjërat pezur, por do zgjidhen gjërat me kreativitet se ka letër në profecisë. Por në karrierën e saj do eci përpara. Tjetër. Letri vula nga forja. Ky kosovar është si këngëtar? Po. I fejuar, i martuar, i dashuruar në Beqar më duket? beqar. Okej, në qoftë se ky ka pasur një lidhje dashurie, ka dështuar në lidhjen e dashurisë, dikush është larguar me gënjeshtrat e tij ose me gënjeshtrat e saj, duhet të ketë kujdes se do ketë tradhti ose dikush do e presi në mes, shikon drejt horizonte të largët, një bashkëpunim në grup, mund të ketë dashuri pasonante, mund të ketë një dashuri pasonante dhe xhelozi. Mund të jetë pak errësi në lidhje me punë, me dashurinë, me fatin, gënjeshtra, mashtrime, fatin do prej me gëshë. Shkojnë gjëra diku pritën me dhe do vi një kohë që do zbuloj. Gënjeshtra, mashtrime, manipulime, intriga dhe çdo gjë do dali sheshit. Do të thonë Zoti do ja nxjerrë sheshit nëse në karrierën e tij do eci përpara, është në pritje disa lajmeve, do ketë një stabilitet dhe do ketë një udhëtim jashtë shtetit, por në përgjithësi do jetë mirë. Do të thonë, karrierën e tij e ka për mrekulli. Jemi tek fine, akrepi. Okej. Finem akrepi. Dikush ka hyrë në mendimet e tij, ka lexuar mendimet e tij dhe mund të jetë një person xheloz akmar, është e përbetuar për akmari. Nuk e di, ka derdhur lot gëzimi ai dhëdhërimi, duhet të ketë kujdes gjatë rrugës të karrierës së tij se mund të ketë edhe një prishje planesh ose do derdhi lot gëzimi. Nëse ka të bëjë me biznesin, do zgjidhen gjërat me kreativitet, duhet të eci përpara, do jetë një familje kompletuar, dëshirat e tyre do bëhet realitet, do ketë një ngritje ekonomike financiare. Pavarësisht gjatë rrugës duhet të jetë i kujdesshëm se mund të ketë një prishje planesh, falimentim ose dikush mund t'ia prishë planet. Por në profesionin e tij, në punën e tij që ka, do eci përpara. Do të thonë do ketë edhe ngritje ekonomike. Noizi. Çfarë shenjë horoskopi është? Peshore. Noizi, ngritje ekonomike financiare, fejsa, martesa, tavolin, ditëlindje do gëzohet. Nëse është në disa projekte do e bëjt realitet. Do eci përpara, do jetë stabilizuar, do ketë një mbingarkesë, nuk e di pas ka një mbingarkesë pune, por do eci përpara. Fejsa, martesa, planimetri do gëzohet, do stabilizohen gjërat, çështje institucionale, nëse ka ndonjë çështje institucionale do ketë rrugëzidhje, do ketë shumë mundësi për të ecur përpara, do i vi një lek i papritur dhe do ketë një energji pozitive. Fejesa, martesa, 7 zani, pritja fëmijë dhe do ketë një energji pozitive. Do të thonë, gjatë rrugës, gjatë karrierës së tij, shikoj që do krijojë dhe familje, por është diçka pozitive. Super fare dhe mbylli me këtë diçkan pozitive dhe me krijimin e familjes dhe me 7 zani, martesa, fejesa. Elina, të falenderoj shumë që ishe pjesë e vajbit. Bashkë do të shihemi sërish gjatë javës për të tjera tema, parashikimet javore, për tema tjera, për bisedat që kemi folur, për mesazhet, për historitë e tyre, se kohët e fundit na kanë edhe shumë histori, sidomos për bizneset dhe për persona që ndorin në familje. Në familje, si shkatrojnë bizneset na një personi të tretë. Ja pak shruar di fundit këtij programi, bashkë do të shihemi sërish nesër në orën 11. Mos harroni ta ndiqni pasi nesër është një super episod. Mirupafshim. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.